Volli 530.000 euro çanta në shtëpinë e prezantueses holandeze dënohet skifteri shqiptar. Prezantuesja dhe modelja holandeze Sylvie Meis, e cila jeton në Gjermani, ishte e pranishme në seancën gjyqësore për vjedhjen e ndodhur në banesën e saj luksoze në Hamburg gjatë verës vitit 2023 në kohën kur ajo ndodhej me pushime në Ibiza. Sipas hetimeve të policisë Hamburgut, në vjedhje është përfshirë një grup autorësh nga Shqipëria, ndërsa një prej tyre shtetas shqiptar u arrestua dhe u nxor para gjykatës. Autorët hynë me forcë në apartamentin e saj në katin e 5 të godinës, duke vjedhur 22 çanta luksoze me vlerë 530.000 euro. Sylvie Meis mori pjesë në seancë dhe ushtroi të drejtën e fjalës duke folur për pasojat psikologjike të ngjarjes. Ajo deklaroi se pavarësisht dëmshpërblimit nga siguracioni, vazhdon të përjetoj frikë, ankth dhe sulme paniku. Autori i arrestuar, 42 vjeçari Ermal M, u dënua me 4 vite burg. Ai kërkoi falje në gjykatë duke pretenduar se kishte rol dytësor në vjedhje. Prezantuesja theksoi se ngjarja ka ndikuar edhe tek djali i saj 19 vjeçar. Pas përfundimit të procesit gjyqësor, Sylvie Meis po përpiqet të rikthehet jetës së saj të përditshme, megjithëse vijon përballet me pasoja emocionale nga kjo ngjarje.